Një nga gatunët tona ne kishte shku në Tiranë, kishte grej me gjithë collë dhe kishte shku në Tiranë e kishte bë jetën shumë më të mirë. Eva kishte plecu kretë kushtet collëve, shpaj me pishina, me zana, njëri i lartë, ma me thonë me pak lafe. E kishte thonë një ditë për një ditë atin e collëve të vetë, vocit vetë, dhe të që me bebe në gjenë katun ku ku më leje une, e të shkem me një shpaj të varfër, e të rrem një 2-3 ditë të shofe se si shonsh të varfëria. I thot, mërë më bab, shken në katun, rekshin një 2-3 ditë atë, e ku ishin të kaj në Tiranë, ha mër beb, mër gjallim, a e pa se si shonsh të varfëria? Jo, thot, unë nuk pash se shonsh të varfëria, sepse a gjenë katun ku ishim, ne kimi një shenë, ato kishin 10 shenë. Ne kemi një mace, ato kishin 20 mace. Ne kemi një pishin, ato kishin kretë drinin e kretë lumin me vete. Ne kemi 4 fele muri këtu në vlaj, ato kishin kretë luginën e livadhet me luj e me uknash. Unë kum 2-3 lëdra fmish, ato u ishin 10-15 cullë si lushin e knasheshin. Pra na jo njerës, mos e quni vetën shumë të pasur, sepse këtu në TikTok mu më bëhet shefi kur kalej videot e i kujtej me nostalgji kohën tonë si kimi pas luj me topa elastiku e topat mushun me berë në për livadhe.